Kosova zgjodhi kryetarët e 18 komunave. Më 9 nëntor, qytetarët e Kosovës votuan për rrethin e 2 të zgjedhjeve lokale. Bazuar në të dyja raundet e votimeve për kryetarët e 38 komunave, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës fituan secila nga 7 komuna. Partia Demokratike e Kosovës fitoi 6, ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ruajti udhëheqjen në 5. Nisma Social-Demokrate, Partia Turke KDPT dhe Iniciativa e Ramiz Ladrovcit siguruan nga një komunë secila, ndërsa Lista Serbe ka kontrollin në të 10 komunat me shumicë serbe. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, njëherët kryeministër në detyrë Albin Kurti, ka thënë se përkundër bashkimit të gjithë kundërshtarëve, Lëvizja nuk u ndal, duke shënuar fitore në 7 komuna. Kjo është një sukses i Lëvizjes Vetëvendosje. Natyrisht që kemi synuar edhe më shumë se kaq, por më lejoni që të përgëzoj 4 kryetarët e komunave që kanë qeverisur në këtë 4 vjeçar të kaluar. Podujeva, Shtimja, Kamenica, së cilave u bashkua edhe Gjilani sonte me një fitore të madhe, por përveç kësaj është e qartë që kemi fituar edhe në Mitrovic dhe kemi fituar edhe në Fushë Kosovë dhe në Obilic. Pra, Vetëvendosja është ballafaqur me të përbashkëtën e tyre, e cila është një situatë pa precedent në historinë politike elektorale të Kosovës. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, në reagimin pas përfundimit të procesit të balotazhit, rezultatin e ka cilësuar si një fitore të madhe për LDK-n dhe për demokracinë në vend. Dje Kosova foli me vot, me besim dhe me qartësi, foli në emër të shpresës, të qetësisë dhe punës, foli për te zhurmës, për te fyerjes, për te përçarjes. Mesazhi i saj ishte i pastër: Kosova jeton me demokraci. Kjo është vlera më e madhe e jona si popull. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka vlerësuar rezultatet e zgjedhjeve lokale si një sukses të rëndësishëm për partinë. Partia Demokratike e Kosovës e ka përmbyllur me sukses një tjetër kapitull të rëndësishëm të jetës demokratike në vendin tonë. Me 187.526 vota, Partia Demokratike e Kosovës u konfirmua si partia më e votuar në Kosovë me 206 asamblejist të zgjedhur. Mbetën forca me përfaqësim më të gjerë lokal në vend. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, theksoi se rezultatet e zgjedhjeve konfirmojnë forcën dhe stabilitetin politik të AK-s, e cila ka fituar në 5 komuna ku ka qeverisur deri më tani. Pjesëmarrja në raundin e parë ishte rreth 40%, ndërsa në rrethin e dytë ishte 32%. Ndërkohë mbetet e hapur çështja nëse Kosova do të ketë një qeveri të re apo do të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Kjo do të qartësohet deri më 19 nëntor, kur përfundon afati për mandatarin e LVV-s, Glauko Njufsa, që do formojë dhe paraqes qeveri në kuvend.